kapluar me mëshirën e tij, e Allahu xhelle xhelaluhu t'i ja ketë falur të gjitha mëkatet, dhe Allahu xhelle xhelaluhu t'ja ketë zgjeruar dhurrin e saj, e Allahun e lusmi që familjarëve të saj Allahu xhelle xhelaluhu t'ja ushton sabrin dhe durimin, se me të vërtetë është dhimbje në veti, njeriu përderisa e ka nonën gjallë, ai e ka dhe dyert e lutjes së tij të hapura. E vetmja njeri e cila ka qenë në këtë botë të cilën e ke pas gjallë, që ajo gjithherë ka menduar mirë për ty dhe është mburur me ty, është nonë. Të gjithë ndoshta në dunjë ka prej atyre të cilët të dojnë për interes, ka prej atyre të cilët shoqërohet me ty deri me një kohë dhe deri me një moment. Por kur të arrish në rivalitet me to, ai nuk ka dëshirë të sheh ty të përparuar dhe aty fillon vetë problem. Por e vetmja e cila është ajo e cila dëshiron të ti që ti të kesh sukses dhe të jesh i ngritur është nonë. Dhe se humbja e nonës në këtë dunjë do të thotë të kanë mbyllur dyert e lutjeve të cilat i ke pas qenë se nona vazhdimisht është lutur për ty. Pastaj ngel një derë e hapur për fëmijët e saj që ata të luten vazhdimisht për to, për arsye se pejgamberi Allahut na lajmëroi vëllezër se nga veprat të cilat i rrjedhin pas atij të vdekurit, njëra prej tyre tha është waladun salihun yad'u la, dhe një familje i hajrit i cili lutet për to. Të lutesh vazhdimisht për to dhe të bësh dua për to, që Allahu xhelle xhelaluhu ta mëshiron, e Allahu xhelle xhelaluhu ta gradon dhe Allahu xhelle xhelaluhu të takon me njerëzit e mirë. Po unë dhe ti dhe ai tjetri, që Allahu na i zgati këtë jetë, a thua si është gjendja ime dhe e ytja në këto iftare të cilët na vinë? Ja jemi në 1002 të këtij muaji. Shkua në një pjesë, pra 1/3 këtij muaji shkoj. A ja bëjmë pyetjen vetvetit tonë se na edhe Ramazani si jemi tash në këto 10 të cilën e kaluam? Vallë pyetja mua e imja dhe e jotja le të jetë si na ka gjetur ky Ramazan dhe si do të shkon ky Ramazan, me çka do të dëshmonte Allahu xhelle xhelaluhu. A do thuhet që ishte që i plotësonte namazet, e i bonte adhurimet, e i blonte obligimet, apo mos vallë do të thuhet ndryshe, si ka interesuar as për namaz, as për xhami, as për ibadet, por çka interesoi për një arritje të kësaj bote kaq të shkurtë. A thua unë dhe ti sa jemi të përgatitur, bro? Nëse ato burra të mëdhenj nuk janë ditën e vetën të përgatitur, po unë dhe ti që një taravi e falim të fillim, një në mes edhe një më në takatet kur të vine mund që në ta zomë krej, se ne jemi shumë të lodhët, kemi punë. Si do t'jetë halli jonë, a thu? Pre atyre burrave të cilët ju ojnshin kombët e tyre në Ramazan, duke bërë ibadet edhe në vogë, kur vinte momenti i vdekjes, qanin o vëllezër. Mjafton që vdekja në vetë është këshill, që na të marrim një këshill dhe të reflektojmë për në përmirësim dhe për në të mirë, e duke lutur Allahun që të gjithë ata të cilët kanë vdekur dhe kanë shkuar te Allahu, Allahu t'i mëshiron me mëshirën e tij.